Këtu jemi brenda banesës prej 94 metra katrore, cila është me fletë poseduese. Ndodhet në kuadër të objektit të ACL-s, i ndërtuar para 6 vitësh në afërsi të rrethit të Fushë Kosovës. Pjesa e qëndrimit ditor ka orientim nga rruga kryesore, mirë po izolimin e ka shumë të mirë edhe për shkak të frekuentimit të madh që kanë veturat, brenda jeton shumë shlirë. Pjesa e balkonit këtu është e mbyllur, mund ta shfrytëzosh gjatë çdo stine. Kuzhina është mjaft mirë e rregulluar, është kuzhinë moderne dhe i ka të gjitha pajisjet e duhura, duke filluar nga frigoriferi me frezë, pllaka, shporeti dhe pjesa e shankut ku të shërben për ata që janë maraklit kuzhinës, e kanë edhe një mundësi të artë për përgatitje të ushqimit. Çmimin e kësaj banese jemi duke ofruar mjaft të volitshëm, prej 950 euro për metër katror, ti ki mundësi me e ble këtë banesën të cilën do ta shihni çdo detaj. Totali i banesës është 89.000 euro. Për nga organizimi, banesa ka një organizim shumë të mirë. Hymja e banesës në anën e djathtë ke qëndrimi ditor me kuzhinë të cilën e pamë. Nëse në anën e majtimen, i kemi dhoma të gjumit të cilat kanë orientim nga jug perëndimi. E kemi një banjë këtu, një WC. Kjo është dhoma kryesore e gjumit, ndërsa dhoma e dytë e gjumit është kjo këtu. Të dy dhomat e kanë orientimin, siç ju tregova, nga jug perëndimi, por shohin edhe nga pjesa e parkimit të këtij objekti e cila është mjaft e madhe. Kjo është pjesa e parkimit privat të kompleksit të ACL-s, ku ne kemi banesën prej 94 metër katror në shitje. Parking të bollshëm dhe është me rampë në hyrje, vetëm banorët e këtij kompleksi kanë çasje në këtë parkim. Të gjitha shërbimet që duhen mund t'i kryesh në këmbë. Objekti ndodhet përballë shkollës, ambulantës komunës. Në një fjalë, të gjitha shërbimet i ki në 5 minuta në këmbë.